Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh mbi kokën tuaj. Hëna, sateliti ynë natyror që e keni parë mijëra herë, që ka frymëzuar poete dhe shkencëtar për mijëra vite, po largohet nga ju. Jo ngadalë, jo në mënyrë të papërfillshme, por me 3.8 cm çdo vit. Në kohën që do të mbaroni këtë video, hëna do të jetë rreth 1 milimetër më larg se kur e filluat. Dhe kjo nuk është teori. Kjo është fakt i matshëm, i konfirmuar nga pasqyra që astronautët e Apollo lanë në sipërfaqen hënore në vitet 1969 deri në 1972. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Çfarë po ndodh me planetin ton? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të ndodh kur hëna të jetë shumë larg? Imagjinoni për një moment se po qëndroni në një plazh të shkret në mesnat. Baticat janë të larta, uji po tërhiqet me forcë nga bregu. Mbi ju, hëna e plot ndriçon oqeanin. Por ajo që nuk e shihni është se në atë moment, hëna dhe oqeani janë të përfshirë në një vallëzim kozmik që ka zgjatur miliarda vite. Uji po tërhiqet nga forca gravitacionale e hënës, duke krijuar një grumbullim gjigant që rrotullohet me planetin. Por fërkimi i këtij grumbullimi me fundin e oqeanit po ngadalson rrotullimin e tokës. Dhe sipas ligjeve të fizikës, kur toka ngadalsohet, hëna duhet të largohet. Është si një patinator që hap krahët. Kur momenti këndor ruhet, diçka tjetër duhet të ndryshojë. Në vitin 1970, shkencëtarët e Universitetit të Teksasit në Austin filluan një eksperiment që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e kuptonim marrëdhënien ton me hënën. Ata qëlluan impulse lazeri drejt pasqyrave që astronautët kishin vendosur në sipërfaqen hënore. Duke matur kohën që duhej dritës për të udhëtuar atje dhe mbrapsht, ata mund të përcaktonin distancën me saktësi milimetrike. Dhe kur krahasuan matjet vit pas viti, zbuluan diçka të mahniqme. Distanca po shtohej. 3.8 cm çdo vit, aq sa gjatësia e një gishti të vogël. Por kur e shumëzoni këtë me miliona vite, rezultati bëhet i frikshëm. Le të bëjnë diçka që shkencëtarët e quajnë eksperiment mendor. Imagjinoni që kompresoni të gjithë historinë e tokës dhe hënës në një film 24 orësh. Në orën 0, para 4.5 miliard vitesh, një planet i matësisë së Marsit që shkencëtarët e quajnë Theia përplaset me tokën e re. Përplasja është aq e dhunshme sa që materiali i shkrirë hidhet në hapësirë. Brenda disa orëve të filmit ton, ky material fillon të bashkohet duke formuar hënën. Por këtu është pjesa e mahniqme. Në atë moment, hëna nuk ishte në qiell. Ajo ishte aq afër sa që mbushte gjysmën e horizontit, vetëm rreth 22.000 kilometra larg, krahasuar me 388.000 kilometra sot. Nëse do të kishit qëndruar në sipërfaqen e tokës, atëherë hëna do të dukej 10 herë më e madhe se tani, dhe diçka tjetër ishte radikalisht ndryshe. Një ditë në tokë zgjaste vetëm 6 orë, jo 24, 6. Toka po rrotullohej aq shpejt sa që erat do të ishin të pandallshme, stuhit do të ishin të përhershme dhe asnjë formë jete komplekse nuk do të mund të ekzistonte. Por ngadalë, orë pas ore, në filmin ton 24 orësh, diçka po ndryshonte. Baticat gjigante që hëna shkaktonte, disa qindra metra të larta, po fërkonin kundër sipërfaqes së tokës. Dhe çdo herë që uji lëvizte, ai po merrte energji nga rrotullimi i planetit. Tani jemi në orën 12 të filmit ton, rreth 2.2 miliard vite më parë. Ditët kanë zgjatur në 18 orë. Hëna është larguar në rreth 150.000 kilometra dhe diçka e mrekullueshme po ndodh. Jeta po shfaqet në oqeane. Bakteret e para fotosintezuese po fillojnë të prodhojnë oksigjen. Por ato jetojnë në një botë ku dita dhe nata ndërrohen shumë më shpejt se sot. Ritmet e tyre biologjike po përshtaten me një cikël që ne sot do ta gjenin të çmendur. Shkojmë përpara në orën 20 të filmit ton, rreth 500 milion vite më parë. Periudha kambriane, eksplozioni i jetës në oqeane. Trilobitet.
Krijesat e para me sy komplekse po lundrojnë në ujëra të cekta dhe ato po shohin hënë që duket rreth 20% më e madhe se sot. Ditët zgjatin 21 orë. Baticat janë ende më të fuqishme se tani, duke krijuar zona ndërbaticash ku jeta lulëzon në mënyra të reja. Disa shkencëtar besojnë se pikërisht këto batica të fuqishme ndihmuan jetën të kalojë nga oqeani në tokë, duke krijuar zona ku organizmat mund të përshtateshin me jetën jashtë ujit. Por le të ndalemi këtu për një moment dhe të pyesim: si e dim të gjithë këtë? Si mund të jemi të sigurt se ditët ishin më të shkurtra në të kaluarën? Përgjigja gjendet në vende të çuditshme. Në vitin 1983, paleontologu John Wells nga Universiteti i Cornellit po studionte fosilet e koraleve nga periudha devoniane rreth 400 milion vite më parë. Koralit rriten në shtresa, si pemët, duke krijuar një unaz të re çdo ditë. Kur Wells numëroi unazat brenda shtresave vjetore, zbuloi diçka të mahnitshme. Kishte rreth 400 ditë në vit, jo 365. Kjo do të thotë se çdo ditë zgjaste vetëm 22 orë. Toka po rrotullohej më shpejt. Dhe kjo përputhet perfekt me llogaritjet tona për largimin e hënës. Por provat nuk ndalojnë me koralin. Shkencëtarët kanë gjetur të njëjtin model në fosilet e moluskëve, në shtresat sedimentare që regjistrojnë ciklet e baticave, madje edhe në mënyrën se si disa formacione shkëmbore janë depozituar. Të gjitha tregojnë të njëjtën histori. Toka po ngadalsohet, hëna po largohet dhe ky proces ka qenë i vazhdueshëm për miliarda vite. Tani, në minutat e fundit të filmit ton, 24 orësh, jemi në të tashmen. Ditët zgjatin 24 orë. Hëna është në 388.000 kilometra larg. Dhe procesi vazhdon. Çdo vit 3.8 cm. Çdo shekull 3.8 metra. Çdo milion vite 3.8 kilometra. Por çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? Le të udhtojmë përpara, jo në të kaluarën, por në të ardhmen. Imagjinoni se keni një makinë kohore dhe vendosni të vizitoni tokën pas 100 milion vitesh. Kur dilni, gjëja e parë që vëreni është se diçka është gabim me qiellin. Hëna duket pak më e vogël, por ndryshimi nuk është dramatik. Vetëm rreth 10% më e vogël se në kohën tuaj. Por kur shikoni orën tuaj, zbuloni diçka të çuditshme. Dita ka zgjatur. Tani zgjat 24 orë e 24 minuta. Mund të mos duket shumë, por për organizmat që kanë evoluar me ritme biologjike të sintonizuara me ditën 24 orëshe, kjo është një ndryshim i konsiderueshëm. Shkoni më tej, 500 milion vite në të ardhmen. Tani ndryshimet janë të dukshme. Dita zgjat 26 orë. Hëna duket dukshëm më e vogël në qiell, rreth gjysma e madhësisë që dukej në kohën tuaj. Dhe diçka tjetër ka ndryshuar. Baticat. Ato janë më të dobëta tani. Grumbullimi gjigant i ujit që dikur lëvizte nëpër oqeane me forcë të madhe, tani është më i butë. Kjo ndikon në rrjedhjet oqeanike, në klimë, në mënyrën se si energjia shpërndahet nëpër planetin. Por këtu është diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Hëna nuk është vetëm një dritë e bukur në qiell. Ajo është stabilizuesi i tokës. Aksi i rrotullimit të tokës, ai kënd 23.5 gradësh që na jep stinët, mbahet i qëndrueshëm nga forca gravitacionale e hënës. Pa hënën, aksi do të luhatet në mënyrë kaotike, duke shkaktuar ndryshime ekstreme klimatike. Disa modele kompjuterike sugjerojnë se pa hënën, aksi i tokës mund të luhatet nga 0 deri në 90 gradë në periudha miliona vjetëse. Imagjinoni një botë ku poli veriut papritur bëhet ekuatori dhe anasjeltas. Jeta komplekse do t'ishte pothuajse e pamundur. Tani shkoni shumë më larg, 1 miliard vite në të ardhmen. Këtu gjërat bëhen vërtet të çuditshme. Dita tani zgjat 25 orë. Hëna është rreth 50.000 kilometra më larg se në kohën tuaj, dhe efektet janë të thella. Baticat janë kaq të dobta sa që oqeanet lëvizin në mënyrë krejtësisht të ndryshme.
Rrjevjet që dikur transportonin nxehtësi nga ekuatori në pole, tani janë të ndryshme. Klima ka ndryshuar në mënyra që do të ishin të panjohura për qeniet njerëzore të shekullit 21. Por ka diçka edhe më të thellë që po ndodh. Dielli ynë, si të gjitha yjet, po bëhet gradualisht më i ndritshëm me kalimin e kohës. Në 1 miliard vite, ai do të jetë rreth 10% më i ndritshëm se tani. Kombinuar me ndryshimet në baticat dhe në rrotullimin e tokës, kjo do të thotë se klima e tokës do të jetë në prag të një transformimi dramatik. Disa modele sugjerojnë se oqeanet mund të fillojnë të avullojnë, duke krijuar një efekt serë të pakontrolluar. Toka mund të fillojë të ngjajë me Venusin, por le të shkojmë edhe më larg. 5 miliard vite në të ardhmen. Këtu historia bëhet vërtet kozmike. Dielli ka filluar të shtërrohet në një gjigant të kuq, duke u zgjeruar dhe duke gëlltitur planetet e brendshëm. Por para se kjo të ndodh, diçka tjetër ka ndryshuar. Hëna ka arritur atë që shkencëtarët e quajnë bllokimi i baticave. Kjo do të thotë se hëna është larguar aq shumë saqë forca e baticave midis tokës dhe hënës është ekuilibruar. Toka tani i tregon gjithmonë të njëjtën anë hënës, ashtu si hëna gjithmonë na tregon të njëjtën anë neve. Dita në tokë tani zgjatë rreth 50 ditë të kohës son, dhe hëna është rreth 550.000 kilometra larg. Por kjo nuk është fundi i historisë, sepse tani diçka e çuditshme fillon të ndodh. Dielli, duke u zgjeruar në një gjigant të kuq, po krijon batika në atmosferën e tokës, dhe këto batika po veprojnë në drejtimin e kundërt. Në vend që të shtyjnë hënën më larg, ato po fillojnë të tërheqin atë më afër. Shumë ngadalë, por në mënyrë të pashmangshme, hëna po fillon të kthehet. Dhe këtu është pjesa e frikshme. Nëse dielli nuk i gëlltit të dyja më parë, hëna do të vazhdonte të afrohej derisa të arrinte atë që quhet kufiri i rrosh. Ky është distanca në të cilën forcat e batikave bëhen aq të fuqishme saqë thyejnë objektin. Hëna do të coptohej, duke krijuar një unazë madhështore rreth tokës, si unazat e Saturnit. Dhe pastaj, gjatë miliona viteve, këto copëza do të binin në tokë si një shi meteorësh i përjetshëm. Por le të kthehemi në të tashmen. Le të kthehemi në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, sepse këtu është e vërteta e mahniqme. Ne jetojmë në një moment të veçantë në historinë kozmike. Hëna është në distancën perfekte për të krijuar eklipset totale diellore. Kur hëna kalon para diellit, ajo e mbulon atë pothuajse perfekt, duke zbuluar koronën e diellit në një spektakël që ka mahnitur njerëzimin për mijëra vite. Por kjo është një përputhje e përkohshme. Në të kaluarën, hëna ishte shumë e madhe dhe mbulonte shumë më tepër se dielli. Në të ardhmen, ajo do të jetë shumë e vogël dhe nuk do të mund ta mbulojë plotësisht. Eklipset totale diellore, një nga fenomenet më spektakolare në natyrë, janë një dhuratë e përkohshme e kësaj epoke të veçantë. Dhe këtu është pyetja që duhet të na bëjë të gjithëve të ndalemi dhe të mendojmë. Çfarë tjetër që e marrim si të mirëqen është në të vërtetë e përkohshme? Çfarë tjetër në universin ton është në një ekuilibër delikat që po ndryshon ngadalë, pothuajse në mënyrë të padukshme, por në mënyrë të pashmangshme? Por para se të shkojmë më tej në të ardhmen, ka një pyetje thelbësore që duhet të përgjigjemi. Si funksionon kjo në të vërtetë? Si mund një grumbullim uji të ngadalsojë rrotullimin e një planeti të tërë? Dhe pse pikërisht hëna duhet të largohet kur toka ngadalsohet? Imagjinoni për një moment se jeni duke qëndruar në hapësirë, duke parë tokën dhe hënën nga larg. Ajo që shihni nuk është thjesht një planet dhe sateliti i tij. Ajo që shihni është një sistem dinamik, një makinë kozmike, ku energjia transformohet vazhdimisht nga një formë në tjetrën. Çdo sekond, ndërsa toka rrotullohet, oqeanet po përpiqen të ndjekin grumbullimin e ujit që hëna krijon. Por këtu është problemi. Toka rrotullohet më shpejt se sa hëna rreth saj. Hëna i duhen 27.3 ditë për të bërë një orbit të plot, por toka rrotullohet çdo 24 orë. Kjo do të thotë se grumbullimi i baticave po përpiqet të kapë hënën, por toka po e tërheq përpara. Rezultati? Grumbullimi i baticave nuk është drejt për drejt nën hënën.
ai është pak përpara saj, i tërhequr nga rrotullimi i tokës. Dhe ky grumbullim, me masën e tij gjigante të ujit, po ushtron një forcë gravitacionale në hënën. Është si të kesh një litar të padukshëm që po tërheq hënën përpara në orbitën e saj. Dhe sipas ligjeve të mekanikës orbitale, kur një objekt tërhiqet përpara në orbitën e tij, ai përshpejtohet. Dhe kur përshpejtohet, ai duhet të lëvizë në një orbitë më të lartë. Është e njëjta arsye pse stacioni ndërkombëtar hapësinor duhet të rrisë orbitën e tij periodikisht. Kur humb shpejtësi për shkak të fërkimit atmosferik, ai bie më poshtë. Kur fiton shpejtësi, ai ngrihet më lart. Por ka një anë tjetër të kësaj historie. Ndërsa hëna po fiton energji dhe po largohet, toka po humb energji dhe po ngadalësohet. Energjia nuk zhduket, ajo thjesht transferohet. Çdo vit, rrotullimi i tokës po ngadalësohet me rreth 2.3 milisekonda për shekull. Kjo mund të duket e papërfillshme, por kur e shumëzoni me miliarda vite, efekti është dramatik. Dhe këtu është pjesa e mahnitshme. Ne mund ta matim këtë. Jo vetëm me lazer që kthehen nga hena, por edhe duke parë të kaluarën. Në vitin 2007, një grup shkencatarësh nga Universiteti Utrechtit në Holand publikuan një studim të jashtëzakonshëm. Ata kishin analizuar shtresat sedimentare nga formacioni Shyamaling në Kinë të depozituara rreth 1.4 miliard vite më parë. Këto shkëmbinj ruanin një regjistrim të hollë të cikleve të baticave, si një regjistrim i përjetshëm i lëvizjes së oqeaneve. Duke analizuar trashësinë dhe kompozimin e shtresave, ata mund të rekonstruonin sa shpesh ndodhnin baticat e larta. Dhe zbulimi ishte i mahnitshëm. Në atë kohë, dita zgjaste vetëm 18 vjetor dhe hena ishte rreth 150.000 kilometra më afër se sot. Por kjo nuk është e vetmja provë. Në vitin 2011, shkencëtarët që studiuan fosilet e një lloji të veçantë molusqesh nga periudha kretake, rreth 70 milion vite më parë, zbuluan se ata mund të leconin historinë e ditëve dhe netëve në shtresat e guaskës. Këto molusqe rritnin guaskën e tyre në mënyrë ritmike, duke reaguar ndaj cikleve ditore dhe mujore. Dhe kur shkencëtarët numëruan shtresat, zbuluan se një vit kishte rreth 373 ditë, jo 365. Çdo ditë zgjaste rreth 23 ore gjysmë. Toka po rrotullohej më shpejt dhe hëna ishte më afër. Tani le të bëjmë diçka që fizikanët e bëjnë shpesh. Le të krahasojmë sistemin ton me sisteme të tjera. Sepse toka dhe hëna nuk janë të vetmet objekte në sistemin diellor që përjetojnë këtë lloj ndërveprimi. Marsi, për shembull, ka 2 hëna të vogla, Phobos dhe Deimos. Por historia e tyre është radikalisht e ndryshme nga e jon. Phobos, hëna më e madhe, është në një orbit shumë të ulët, vetëm 6.000 kilometra mbi sipërfaqen e Marsit. Dhe ajo po afrohet, jo po largohet. Arsyeja: Phobos rrotullohet rreth Marsit më shpejt se sa Marsi rrotullohet rreth vetes. Kjo do të thotë se forcat e baticave po veprojnë në drejtimin e kundërt. Në vend që të shtyjnë Phobos më larg, ato po e tërheqin më afër. Dhe brenda rreth 50 milion vitesh, Phobos do të jetë aq afër saqë do të coptohet nga forcat e baticave, duke krijuar një unaz rreth Marsit. Ose merrni Plutonin dhe Charonin. Ky sistem është edhe më i veçantë. Charoni është aq i madh në krahasim me Plutonin, saqë ata formojnë atë që shkencëtarët e quajnë një planet i dyfisht. Dhe ata tashmë kanë arritur atë që quhet bllokimi i dyfisht i baticave. Të dy objektet i tregojnë gjithmonë të njëjtën anë njëri tjetrit. Ata rrotullohen dhe rrotullohen rreth njëri tjetrit në sinkronizim të përsosur. Kjo është fati eventual i tokës dhe hënës, por do të duhen 10 miliard vite për të arritur atë. Dhe dielli ndoshta do t'i ketë gëlltitur të dyja para se të ndodhë. Por le të kthehemi te pyetja që ndoshta ju po e bëni. Pse duhet të na interesojë kjo? Pse është e rëndësishme që hëna po largohet 3.8 cm çdo vit? Përgjigja gjendet në atë që shkencëtarët e quajnë UQUOTE6. Kjo nuk është vetëm rreth distancës nga dielli, është rreth një ekuilibri delikat të faktorëve që bëjnë jetën të mundur. Dhe hëna luan një rol kritik në këtë ekuilibër. Le të shpjegojmë se si.
Filloni me aksin e rrotullimit. Toka është e pjerrët në 23.5 gradë. Kjo pjerësi na jep stinët. Kur hemisfera veriore është e pjerrët drejt diellit, është verë atje dhe dimër në hemisferën jugore. 6 muaj më vonë, situata është e kundërt. Por këtu është pjesa kritike. Kjo pjerësi është e qëndrueshme. Ajo nuk luhatet shumë. Dhe arsyeja është hëna. Forca gravitacionale e hënës vepron si një stabilizues gjiroskopik, duke mbajtur aksin e tokës relativisht të palvishëm. Por çfarë do të ndodhte pa hënën? Në vitin 1993, astronomi francez Jacques Lascar publikoi një studim që trondit komunitetin shkencor. Ai kishte krijuar simulime kompjuterike të sistemit diellor pa hënën, dhe rezultatet ishin shqetësuese. Pa stabilizimin e hënës, aksi i tokës do të luhatet në mënyrë kaotike nga 0 deri në 90 gradë në periudha prej miliona vitesh. Imagjinoni një botë ku poli veriut papritur bëhet ekuatori. Akulli polar do të shkrihej duke vërshuar kontinentet. Pastaj, disa milion vite më vonë, ekuatori do të bëhej poli duke u mbuluar me akull. Klima do të ishte kaq e paqëndrueshme saqë jeta komplekse ndoshta nuk do të kishte evoluar kurrë. Marsi na jep një shembull të kësaj. Marsi ka 2 hëna, por ato janë shumë të vogla për të stabilizuar aksin e tij. Dhe si rezultat, aksi i Marsit ka luhatuar në mënyrë dramatike gjatë historisë së tij. Disa studime sugjerojnë se në të kaluarën, poli i Marsit mund të ketë qenë në ekuator dhe anasjelltas. Kjo ka pasur efekte të thella në klimën e Marsit, duke kontribuar në humbjen e atmosferës dhe ujit të tij. Por hëna bën më shumë se sa të stabilizojë aksin ton. Ajo gjithashtu krijon baticat. Dhe baticat, siç kemi parë, kanë luajtur një rol kritik në evolucionin e jetës në tokë. Zonat ndër baticash, ato zona ku uji vjen dhe shkon 2 herë në ditë, janë disa nga mjediset më produktive në planet. Ato janë vende ku organizmat duhet të përshtaten me ndryshime të shpejta në kushte, duke nxitur inovacion evolutiv. Disa shkencëtar besojnë se pikërisht në këto zona, jeta filloi të kalojë nga oqeani në tokë rreth 450 milion vite më parë. Dhe ka diçka tjetër. Baticat ndihmojnë të përzihen oqeanet. Ato sjellin ujë të pasur me lëndë ushqyese nga thelësit në sipërfaqe, duke mbështetur rrjetet ushqimore. Ato krijojnë rrjedhje që transportojnë nxehtësi nga ekuatori në pole, duke moderuar klimën. Pa batica, oqeanet do të ishin më të shtresëzuar, më pak produktiv dhe klima do të ishte më ekstreme. Por ndërsa hëna largohet, baticat po dobësohen dhe kjo ka pasoja. Le të bëjmë një eksperiment mendor tjetër. Imagjinoni se jeni një biolog detare në vitin 1.500.000.000 duke studiuar oqeanet e tokës. Ajo që zbuloni është se baticat janë vetëm rreth gjysma aq të fuqishme sa ishin në shekulin 21. Zonat ndër baticash janë më të vogla. Përzierja e oqeaneve është më e dobët dhe si rezultat, ekosistemi detar ka ndryshuar në mënyra të thella. Disa specie që vareshin nga baticat e fuqishme janë zhdukur, të tjera kanë evoluar për të përballuar kushtet e reja. Dhe ka një efekt tjetër, më i holl por po aq i rëndësishëm. Ndërsa toka ngadalsohet, ditët po bëhen më të gjata, dhe kjo ndikon në mënyrën se si organizmat përvojojnë kohën. Shumica e organizmave kanë atë që quhet një kuotë 7, një mekanizëm i brendshëm që i ndihmon ata të parashikojnë ndryshimet ditore në mjedisin e tyre. Kjo orë është e sintonizuar me gjatësinë e ditës. Por çfarë ndodh kur dita fillon të ndryshojë? Në vitin 2015, një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Edimburgut kryen një eksperiment të mahnitshëm. Ata ekspozuan baktere ndaj cikleve drite errësirë me gjatësi të ndryshme, duke simuluar ditë më të gjata ose më të shkurtra. Dhe zbuluan se bakteret mund të përshtaten, por vetëm deri në një pikë. Kur cikli bëhej shumë i ndryshëm nga 24 orë, bakteret fillonin të humnin sinkronizimin. Metabolizmi i tyre bëhej më pak efikas. Aftësia e tyre për të konkuruar me specie të tjera zvoglohej. Tani imagjinoni këtë efekt të shumëzuar në të gjithë ekosistemin. Ndërsa ditët bëhen më të gjata, organizmat duhet të përshtaten. Disa do të jenë në gjendje, të tjerë jo.
dhe kjo do të shkaktojë ndryshime në përbërjen e ekosistemeve, në mënyrën se si energjia rrjedh në rrjetet ushqimore, në mënyrën se si speciet ndërveprojnë me njëra tjetrën. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë do të thotë kjo për vetë natyrën e kohës në tokë? Kur mendojmë për kohën, zakonisht e mendojmë si diçka absolute, diçka që rrjedh në mënyrë të njëtrajtshme. Por në të vërtetë, koha në tokë është e lidhur me rrotullimin e planetit. Një ditë është koha që i duhet tokës për të bërë një rrotullim të plot. Një vit është koha që i duhet tokës për të bërë një orbit të plot rreth diellit. Dhe këto njësi kohe janë themelore për mënyrën se si ne përjetojmë realitetin. Por këto njësi po ndryshojnë, ngadalë por në mënyrë të pashmangshme. Në të kaluarën, një vit kishte më shumë ditë sepse çdo ditë ishte më e shkurtër. Në të ardhmen, një vit do të ketë më pak ditë, sepse çdo ditë do të jetë më e gjatë. Dhe kjo ngre një pyetje filozofike të thellë. Çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku vetë përkufizimi i kohës po ndryshon? Për ne, që njetë njerëzore të shekullit 21, ndryshimi është i papërfillshëm. Jeta jonë është shumë e shkurtër për ta vënë re, por për jetën në përgjithësi, për procesin e evolucionit që zgjat miliona dhe miliarda vite, ky ndryshim është thelbësor. Çdo specie që ka jetuar ndonjëherë në tokë, ka jetuar në një version pak të ndryshëm të planetit, me ditë pak më të shkurtra ose më të gjata, me batica pak më të forta ose më të dobta, me një hënë pak më të madhe ose më të vogël në qiell. Dhe këtu është diçka që duhet të na bëjë të gjithëve të ndalemi dhe të mendojmë. Ne jemi pjesë e një procesi që ka filluar para miliardash vitesh dhe do të vazhdojë për miliarda vite në të ardhmen. Ne nuk jemi vëzhgues statik të një universi të palvishëm. Ne jemi pjesëmarrës në një vallëzim kozmik që po evoluon vazhdimisht. Le të shqyrtojmë një aspekt tjetër të kësaj historie. Energjinë. Ku po shkon e gjithë kjo energji që po humbet nga rrotullimi i tokës? Përgjigja është e mahniqme në thjeshtësinë e saj. Ajo po shndërrohet në ngjehtësi. Çdo herë që baticat lëvizin, uji fërkohet me fundin e oqeanit, me brigjet, me vetveten. Dhe ky fërkimi krijon ngjehtësi. Sasia e energjisë është e madhe, rreth 3.5 teravat. Për t'ju dhënë një ide se sa është kjo, është rreth 200 herë më shumë se prodhimi total i energjisë elektrike të gjithë njerëzimit. Çdo sekond, 3.5 trilion watt energjie po shndërrohen nga rrotullimi i tokës në nxehtësi në oqeane. Dhe këtu është pjesa e mahniqme. Ne mund ta matim këtë. Në vitin 2014, një grup shkencëtarësh nga Instituti i Teknologjisë së Kalifornisë përdorën të dhëna nga satelit për të hartuar se ku po disipohej kjo energji. Ata zbuluan se shumica e saj po shndërrohej në nxehtësi, në ujëra të cekta, veçanërisht rreth ishujve dhe në detet kontinentale. Këto janë vendet ku baticat janë më të forta dhe ku fërkimi është më i madh. Por ka një paradoks këtu. Nëse baticat po dobësohen ndërsa hëna largohet, atëherë disipimi i energjisë duhet të zvoglohet, apo jo? Jo domosdoshmërisht, sepse ndërsa hëna largohet, konfigurimi i oqeaneve po ndryshon. Kontinentet po lvizin për shkak të tektonikës së pllakave. Thelesja e oqeaneve po ndryshon. Dhe të gjithë këta faktorë ndikojnë në mënyrën se si baticat lëvizin dhe ku disipojnë energjinë e tyre. Në fakt, disa studime sugjerojnë se në disa periudha të historisë së tokës, disipimi i energjisë së baticave mund të ketë qenë edhe më i lartë se sot, edhe pse hëna ishte më afër. Arsyeja: konfigurimi i oqeaneve ishte i tillë që krijonte rezonancë, duke amplifikuar baticat në mënyra të veçanta. Është si të shtypësh një këmban në frekuencën e saj natyrale. Edhe një forcë e vogël mund të krijojë lëkundje të mëdha. Tani, le të shqyrtojmë një pyetje që ndoshta ju po e bëni. A ka ndonjë mënyrë për të ndaluar këtë proces? A mund të bëjmë diçka për të mbajtur hënën në vendin e saj? Përgjigjja e shkurtër është jo. Forcat që po veprojnë janë thjesht shumë të mëdha. Për t'ju dhënë një ide, energjia që do të duhej për të ndaluar largimin e hënës për vetëm një vit do të ishte rreth sa e gjithë energjia që dielli rrezaton në disa ditë. Dhe kjo energji do të duhej të aplikohej në mënyrë të vazhdueshme, çdo vit, për miliarda vite. Është thjesht për te çdo teknologjie që mund të imagjinojmë.
Por ka një pyetje më interesante. A duam të ndalojmë? Sepse ky proces, ky largimi ngadalt i hënës, është pjesë e asaj që ka bërë tokën të banueshme. Pa këtë proces, pa këtë transferim të vazhdueshëm të energjisë, toka do të ishte një vend shumë i ndryshëm. Ndoshta një vend ku jeta komplekse nuk do të kishte evoluar kurrë. Le të mendojmë për këtë në një mënyrë tjetër. Imagjinoni se jeni një inxhinier kozmik duke projektuar një planet për jetën. Çfarë karakteristikash do të zgjidhni? Ndoshta do të donit një yll të qëndrueshëm, jo shumë të nxehtë, jo shumë të ftohtë. Do të donit ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Do të donit një atmosferë që mban nxehtësinë, por lë dritën të kalojë. Por çfarë rreth një hëne? A do të ishte e nevojshme? Bazuar në atë që dim për tokën, përgjigjja duket se po. Një hënë e madhe në distancën e duhur bën disa gjëra kritike. Ajo stabilizon aksinë e planetit, duke krijuar një klimë të parashikueshme. Ajo krijon batika që përzihen oqeanet dhe krijojnë zona ndërbaticash ku jeta mund të lulëzojë. Dhe ajo ngadalson rrotullimin e planetit në një ritëm që lejon jetën të përshtatet gradualisht. Pa një hënë, një planet mund të jetë i banueshëm, por do të ishte një vend shumë më i vështirë për jetën komplekse. Dhe kjo na bën të mendojmë për planete të tjerë, rreth yje të tjerë. Kur kërkojmë për jetë në univers, ndoshta duhet të kërkojmë jo vetëm për planete në zonën e banueshme, por për planete me hëna të mëdha. Sepse ato hëna mund të jenë qelësi për stabilitetin afatgjat që jeta komplekse kërkon. Dhe këtu është diçka që duhet të na mbush me një ndjenjë habije. Ne jemi jashtëzakonisht me fat. Hëna jon u formua nga një përplasje e rrallë, një ngjarje që ndodh vetëm në një përqindje të vogël të sistemeve planetare. Ajo është e madhe në krahasim me planetin e saj, shumë më e madhe se hënat e shumicës së planeteve të tjerë, dhe ajo është në distancën perfekte në këtë moment të historisë kozmike për të krijuar kushtet që ne i marrim si të mirëqena. Por kjo fat nuk do të zgjas përgjithmonë. Ndërsa hëna largohet, ndërsa ditët bëhen më të gjata, ndërsa baticat dobësohen, toka po ndryshon. Ngadalë, por në mënyrë të pashmangshme. Dhe një ditë, në një të ardhme të largë, toka do të jetë një vend shumë i ndryshëm nga ai që njohim sot. Por kjo nuk është një histori trishtimi, është një histori transformimi. Është një kujtesë se asgjë në univers nuk është e përjetshme, se gjithçka po ndryshon, se ne jemi pjesë e një procesi më të madh që të i kalon jetën tonë individuale, të i kalon specien tonë, të i kalon madje edhe planetin tonë. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i thellë i largjimit të hënës, se universi nuk është një vend statik, por një vend dinamik, ku gjithçka po evoluon, ku gjithçka po transformohet, ku gjithçka është e lidhur me gjithçka tjetër në një rrjet kompleks shkakësh dhe pasojash që shtrihet në hapësirë dhe kohë. Por tani le të bëjmë diçka që shkencëtarët rrallë bëjnë publikisht. Le të flasim për atë që nuk e dim. Sepse për çdo fakt që kemi zbuduar rreth largjimit të hënës, ka vjetra pyetje që ende na shqetësojnë natën. Dhe këto pyetje na çojnë në territore të çuditshme, ku fizika takohet me filozofinë, ku shkenca takohet me spekulimin. Filejmë me një pyetje që duket e thjeshtë. A ka qenë gjithmonë kështu? A ka qenë largjimi i hënës gjithmonë 3.8 cm në vit? Përgjigjja është jo. Dhe kjo na çon në një nga misteret më të mëdha të shkencës planetare. Kur llogaritim prapa në kohë, duke përdorur normën aktuale të largjimit, arrim në një problem. Nëse hëna ka qenë gjithmonë duke u larguar me 3.8 cm në vit, atëhere rreth 1.5 miliard vite më parë, ajo do të ishte brenda tokës. Por ne e dim se hëna u formua rreth 4.5 miliard vite më parë. Kjo do të thotë se në të kaluarën, norma e largjimit duhet të ketë qenë më e ngadaltë, shumë më e ngadaltë. Pse? Kjo është pyetje që ka munduar gjeofizikanët për dekada. Një teori thotë se ka të bëjë me konfigurimin e oqeaneve. Kur kontinentet ishin në pozicione të ndryshme, batikat lëviznin ndryshe. Disa konfigurime krijojnë rezonancë që amplifikojnë batikat, të tjera i zhdukin ato. Dhe kur batikat janë më të dobta, transferimi i energjisë është më i ngadaltë dhe hëna largohet më ngadalë. Por ka një teori tjetër, më e çuditshme. Disa shkencëtarë sugjerojnë se në të kaluarën e largët, toka mund të ketë pasur më pak ujë në sipërfaqe.
Nëse më shumë ujë ishte i blokuar në shkëmbinj në mantelin e tokës, atëherë oqeanet do të ishin më të cekët, dhe oqeanet e cekët krijojnë batika më të dobta. Kjo do të thotë se ndërsa toka evoluoi, ndërsa uji u lirua nga brendësia e planetit dhe mbushi oqeanet, batikat u bën më të forta dhe hëna filloi të largohej më shpejt. Por këtu është pjesa që vërtet na bën të humbim gjumin. Ne nuk e dim me siguri. Kemi teori, kemi modele, por të dhënat janë të kufizuara. Dhe kjo na kujton se edhe në shekullin 21, me të gjithë teknologjinë tonë, me të gjithë satelitët tanë dhe kompjuterët tanë, Ka ende mistere themelore rreth planetit ton që nuk i kemi zgjidhur. tani le të shkojmë në një drejtim tjetër. Le të pyesim, çfarë do të ndodhte nëse hëna nuk do të ishte formuar kurrë? Si do të ishte toka pa hënën? Kjo nuk është vetëm një pyetje hipotetike. Është një pyetje që na ndihmon të kuptojmë se sa e veçantë është situata jonë. Dhe përgjigja është shqetësuese. Fillojmë me rrotullimin. Pa hënën që të ngadalsoj tokën përmes baticave, planeti ën ende do të rrotullohej shumë shpejt. Ditët ndoshta do të zgjatnin vetëm 8 deri në 10 orë. Imagjinoni një botë ku dielli lind dhe perëndon 3 herë më shpejt se tani. Erat do të ishin të tmerrshme, stuhit do të ishin të vazhdueshme dhe temperatura do të ndryshonte në mënyrë dramatike midis ditës dhe natës. Por kjo është vetëm fillimi. Pa hënën, aksi i tokës do të luhatet në mënyrë kaotike dhe këtu është ku gjërat bëhen vërtet të çuditshme. Imagjinoni një botë ku çdo disa milion vite Poliveriut bëhet ekuatori. akulli polar shkrihet duke vërshuar kontinentet. Pastaj, disa milion vite më vonë, ekuatori bëhet poli, temperatura bie në mënyrë dramatike, akulli mbështjell kontinentet që dikur ishin tropikale. Në një botë të tillë, jeta do të ishte e mundur, por do të ishte radikalisht e ndryshme. Organizmat do të duhej të përshtateshin me ndryshime klimatike ekstreme që ndodhin në shkallë kohore gjeologjike. Evolucioni do të merrte rrugë krejtësisht të ndryshme. Dhe jeta komplekse, jeta që kërkon stabilitet afatgjatë për të evoluar, ndoshta nuk do të kishte shfaqur kurrë. Marsi na jep një shembull të kësaj. Marsi ka 2 hëna, por ato janë shumë të vogla për të stabilizuar aksin e tij. Dhe si rezultat, aksi i Marsit ka luhatuar nga 0 deri në 60 gradë gjatë historisë së tij. Kjo ka pasur efekte katastrofike në klimën e Marsit. Në disa periudha, poli i Marsit ka qenë në ekuator, Diuk shkaktuar shkrirjen masive të akullit dhe ndryshime dramatike në atmosferë. Në periudha të tjera, e gjithë planeta ka qenë mbulluar me akull. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, a ka planete të tjera me hëna si e jona? Dhe nëse po, sa të zakonshme janë? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në shkencën planetare moderne dhe përgjigja është, ne nuk e dim. Kemi zbuluar mijëra egzoplanete, planete që rrotullohen në rreth yje të tjerë, por zbulimi i hënave rreth këtyre planeteve është jashtëzakonisht i vështirë. Hënat janë shumë të vogla, shumë të errëta, shumë afër planeteve të tyre për t'i parë me teknologjinë tonë aktuale. Por ne mund të spekulojmë. Dhe spekulimi na çon në vende interesante. Hëna jon u formua nga një përplasje gjigante. Një planet i madhësisë së Marsit, Theia, goditi tokën në fazat e hershme të sistemit diellor. Përplasja ishte aq e dhunshme sa që materiali i shkrirë u hodh në hapësirë dhe ky material u bashkua për të formuar hënën. Por sa të zakonshme, janë përplasjet e tilla. Simulimet kompjuterike sugjerojnë se ato janë relativisht të rralla. Ndoshta vetëm 5 deri në 10% të planetëve të ngjashëm me tokën përjetojnë përplasje të tilla. Kjo do të thotë se hënat e mëdha, hëna që mund të stabilizojnë aksin e një planeti dhe të krijojnë batika të forta, mund të jenë relativisht të rralla në univers. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë toka është edhe më e veçantë se sa mendonim. Jo vetëm se jemi në distancën e duhur nga dielli, jo vetëm se kemi ujë të lëngshëm dhe një atmosferë të përshtatshme, por gjithashtu kemi një hënë të madhe që ka luajtur një rol kritik në bërjen e planetit ton të banueshëm. Tani le të bëjmë një eksperiment mendor tjetër.
Imagjinoni se jeni një qenie inteligjente në një planet rreth një yli tjetër. Planeti juaj është në zonën e banueshme, ka ujë, ka atmosferë, por nuk ka hënë. Si do të ishte jeta juaj? Filloni me qiellin e natës. Pa hënë, nata do të ishte shumë më e errët. Jetët do të ishin më të dukshëm, por nuk do të kishte atë dritë të butë argjend që hëna na jep. Kjo mund të duket si një detaj i vogël, por mendoni për ndikimin kulturor. Sa shumë nga poezia jon, arti jon, muzika jon është frymzuar nga hëna. Sa shumë nga mitologjit tona, nga besimet tona fetare janë të lidhura me ciklet e hënës. Por ka efekte më të thella. Pa batica të forta, oqeanet juaj do të ishin më të qeta, më pak të përziera. Zonat ndërbaticash, ato ekosisteme të pasura ku jeta lulëzon në tokë, nuk do të ekzistonin. Evolucioni do të merrte rrugë të ndryshme. Ndoshta jeta do të ishte më e ngadaltë për të kaluar nga oqeani në tokë. Ndoshta do të kishte marrë miliarda vite më shumë. Dhe pas stabilizimin e aksit, klima juaj do të ishte kaotike. Çdo disa milion vite do të kishit ndryshime dramatike. Civilizimi juaj, nëse do të kishte evoluar, do të duhej të përballej me këto ndryshime. Ndoshta do të ishit një specie nomade, gjithmonë duke lvizur për të gjetur kushte të përshtatshme. Ndoshta do të kishit zhvilluar teknologji për të jetuar nën tokë, të mbrojtur nga ekstremitetet e sipërfaqes. Por këtu është diçka që duhet të na bëjë të mendojmë. Ndoshta ka qenie inteligjente në planete pa hëna. Ndoshta ata kanë gjetur mënyra për të përballuar këto sfida. Ndoshta teknologjia e tyre është shumë më e avancuar se e jona, pikërisht sepse kanë pasur nevojë të përshtaten me një mjedis më të vështirë. Dhe kjo na çon në një pyetje filozofike të thellë. A është jeta e pashmangshme, apo është një aksident kozmik? A është universi i projektuar për të prodhuar jetë, apo jemi ne thjesht jashtëzakonisht me fat? Nuk ka përgjigje të lehta për këto pyetje, por largjimi i hënës na jep një perspektivë. Ai na tregon se jeta në tokë është rezultati një ekuilibri delikat të faktorëve që kanë evoluar gjatë miliardave vitesh. Hëna, me largimin e saj të ngadaltë, është pjesë e këtij ekuilibri. Ajo ka formuar planetin ton, ka formuar klimën ton, ka formuar madje edhe mënyrën se si ne përjetojmë kohën. Tani le të shkojmë në një drejtim edhe më spekulativ. Le të pyesim, çfarë do të ndodhte nëse ne, si specie, do të vendosnim të ndërhynim? Çfarë do të ndodhte nëse do të përpiqeshim të ndallojmë largimin e hënës? Kjo mund të duket si shkencë fantazi, por le ta shqyrtojmë seriozisht. Çfarë do të duhej? Fillimisht do të duhej të gjenim një mënyrë për të transferuar energji në hënën në drejtimin e kundërt. Në vend që baticat të marrin energji nga rrotullimi i tokës dhe ta transferojnë në hënën duke e shtyr atë më larg, do të duhej të gjenim një mënyrë për të marrë energji nga hëna dhe ta transferuar në tokën. Por sa energji do të duhej? Llogaritjet janë marramëndse. Për të ndallur largimin e hënës për vetëm një vit, do të duhej energji sa e gjithë rrezatimi i diellit për disa ditë. Dhe kjo energji do të duhej të aplikohej në mënyrë të vazhdueshme çdo vit për miliarda vite. Madje edhe nëse do të kishim teknologjinë për ta bërë këtë, do të duhej të pyesnim, a duhet ta bëjmë? Sepse largimi i hënës nuk është një defekt që duhet të rregulluar. Është pjesë e një procesi natyror që ka qenë në punë për miliarda vite. Ndërhyrja jon mund të kishte pasoja të paparashikueshme. Por ka një pyetje edhe më interesante. Çfarë do të ndodhte nëse ne, si specie, do të zhvendoseshim në një planet tjetër? Çfarë do të ndodhte nëse do të gjenin një planet të ngjashëm me tokën, por pa hënë? A do të mund të jetonim atje? Përgjigja është ndoshta po, por do të ishte shumë e vështirë. Do të duhej të përshtateshin me ditë më të shkurtra, me një klimë më kaotike, me mungesa të baticave të forta. Ndoshta do të duhej të ndërtonim struktura gjigante për të stabilizuar klimën, për të krijuar batica artificiale, për të simuluar kushtet që kemi në tokë. Ose ndoshta do të gjenim mënyra krejtësisht të reja për të jetuar. Ndoshta do të evoluonim, biologjikisht ose teknologjikisht, për të përballuar kushtet e reja. Ndoshta do të bëheshim një specie e ndryshme, e përshtatur me një botë të ndryshme. Dhe kjo na çon në një realizim të thellë. Ne nuk jemi të ndarë nga mjedisi ynë. Ne jemi produkti i tij. Çdo qeliz në trupin ton, çdo mendim në mendjen ton
është formuar nga kushtet në tokë, nga graviteti, nga atmosfera, nga ciklet e ditës dhe natës, nga stinët që hëna na jep duke stabilizuar aksin ton. Kur shikojmë hënën në qiell, ne nuk po shikojmë thjesht një objekt të largët. Ne po shikojmë një pjesë të historisë son, një pjesë të asaj që na ka bërë atë që jemi. Por le të kthehemi në të tashmen. Le të kthehemi në këtë moment, ndërsa hëna po largohet 3.8 cm çdo vit. Çfarë do të thotë kjo për ne, për fëmijët tanë, për qindra gjeneratat që do të vinë? Në shkallë njerëzore, efekti është i papërfillshëm. Në jetën tuaj, hëna do të largohet vetëm disa metra. Ju nuk do ta vëreni ndryshimin. Fëmijët tuaj nuk do ta vërejnë. Madje edhe pas 1000 gjeneratash, ndryshimi do të jetë i vogël. Por në shkallë gjeologjike, në shkallë evolucionare, efekti është i thellë. Çdo milion vite, hëna largohet 3.8 kilometra. Çdo 100 milion vite, 380 kilometra. Dhe me çdo largim, diçka ndryshon. Baticat dobësohen, ditët zgjaten, aksi i tokës bëhet pak më pak i qëndrueshëm. Dhe këtu është pyetja që duhet të na bëjë të gjithëve të ndalemi. Çfarë përgjegjësie kemi ne si specie inteligjente ndaj këtij procesi? A duhet thjesht të vëzhgojmë apo a duhet të përpiqemi të ndërhyjmë? Për momentin, përgjigja është e qartë. Ne nuk kemi teknologjinë për të ndërhyrë. Dhe ndoshta kjo është gjëja e mirë, sepse universi ka qenë duke bërë këtë për miliarda vite, shumë para se ne të shfaqeshim, dhe ai ka funksionuar mjaft mirë. Por një ditë, ndoshta në një të ardhme të largët, pasardhësit tanë mund të kenë teknologjinë. Dhe atëhere, ata do të duhet të marrin vendime që ne sot as nuk mund t'i imagjinojmë. A duhet të stabilizojnë hënën? A duhet ta lënë atë të vazhdojë largimin e saj? A duhet të krijojnë hëna artificiale rreth planetëve të tjerë? Këto janë pyetje që t'ingëllojnë si shkencë fantazi, por në një univers ku hëna po largohet 3.8 cm çdo vit, ku ditët po zgjaten, ku gjithçka po ndryshon ngadalë por në mënyrë të pashmangshme, asgjë nuk është vërtet shkencë fantazi. Gjithçka është thjesht një çështje kohe. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i thellë i largimit të hënës. Se koha nuk është thjesht diçka që rrjedh. Koha është diçka që transformon. Çdo sekond që kalon, universi po bëhet diçka e re. Çdo moment është unik, i pashpërndar, i pashpëtuar. Kur shikoni hënën sonte, kujtoni, ajo është pak më larg se ishte dje. Dhe nesër do të jetë pak më larg se sot. Dhe kjo do të vazhdoj, ditë pas dite, vit pas viti, milion vite pas milion vite, derisa një ditë në një të ardhme kaq të largët, saqë mendja njerëzore mezi mund ta konceptojë, hena do të jetë aq larg saqë do të duket si një yll i vogël në qiell. Por ajo ditë është kaq e largët saqë nuk ja vlen të shqetësohemi për të. Ajo që ja vlen është ky moment. Ky moment i përsosur në historinë kozmike, kur hena është në distancën e duhur për të krijuar eklipset totale diellore. Kur baticat janë në forcën e duhur për të mbështetur jetën, kur ditët janë në gjatësinë e duhur për ritmet tona biologjike, ne jemi jashtëzakonisht me fat për të jetuar në këtë moment. Dhe ndoshta, kjo është përgjegjësia jone vërtet. Jo të ndërhyjmë, jo të ndryshojmë, por thjesht të vëzhgojmë, të kuptojmë dhe të çmojmë këtë ekuilibër delikat që na ka dhënë jetën. Por tani le të bëjmë diçka që mund t'ju befasoj. Le të flasim për atë që po ndodh tani, në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë. Sepse ndërsa kemi udhëtuar në përkohë nga e kaluara në të ardhmen, ka një e vërtet që duhet ta përbalojmë. Ne jemi duke jetuar në kulmin e një transformimi që ka filluar para miliardash vitesh dhe do të vazhdoj për miliarda të tjera. Dhe këtu është diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Largimi i hënës nuk është vetëm një kuriozitet shkencor. Ai është një sinjal paralajmërues për diçka shumë më të madhe. Një kujtesë se asgjë në univers nuk është e përjetshme. Asgjë nuk është statike. Gjithçka po transformohet. Le të filloj me një pyetje që ndoshta ju po e bëni.
Nëse hëna po largohet, nëse ditët po zgjaten, nëse baticat po dobësohen, a ka ndonjë mënyrë që ne, si specie, po ndikohemi tani? Jo në një të ardhme të largët, por tani, në këtë moment. Përgjigja është po, por jo në mënyrën që mund të prisni. Në vitin 2019, një grup shkencëtarësh në Universiteti i Kopenhagës publikuan një studim që trondit komunitetin shkencor. Ata kishin zbuluar se ritmet biologjike të organizmave detar po ndryshonin në mënyrat papritura. Disa speciet koraleve që për miliona vite kishin rritur në sinkronizim të përsosur me ciklete baticave, po fillonin të humbnin këtë sinkronizim. Ishte sikur orët e tyre të brendshme po shkallëzonin gabim. Fillimisht, shkencëtarët menduan se kjo ishte për shkak të ndryshimeve klimatike, të acidifikimit të okeaneve, të ndotjes. Por kur analizuan të dhënat më thellë, zbuluan diçka të çuditshme. Ndryshimi ishte shumë i vogël, shumë i holl për t'u shpjeguar me këto faktor. Ishte sikur diçka më themelore po ndryshonte. Dhe pastaj dikush propozoi një teori të çmendur. Çfarë do të ndodhte nëse këto organizma po reagonin ndaj ngadalësimit të tokës? Çfarë do të ndodhte nëse orët e tyre biologjike, të sintonizuara me ciklete baticave për miliona vite, po detektonin ndryshimin e vogël në gjatësinë e ditës? Kjo tingëllon e pamundur. Ndryshimi është vetëm 2.3 milisekonda për shekull. Si mund një organizm të dektojë diçka kaq të vogël? Por këtu është e vërteta e mahniqme. Jeta është jashtëzakonisht e ndjeshme. Evolucioni ka krijuar mekanizma që mund të detektojnë ndryshime që ne, me të gjithë instrumentet tona, mezi mund t'i matim. Merrni për shembull zogun migrues. Ai mund të detektojë ndryshime në fushën magnetike të tokës që janë 1 milion herë më të dobëta se fusha vet. Ose merrni breshkën detare, që mund të lundrojë mijëra kilometra nëpër oqean dhe të kthehet në plazhin e saktë ku lindi, duke përdorur sinjale që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Pra ndoshta, vetëm ndoshta, disa organizma po fillojnë të ndjejnë se diçka po ndryshon, se ritmi i universit, ritmi që ka qenë i njëjtë për miliona vite, po ndryshon ngadalë. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë do të thotë kjo për ne, për qenijet njerëzore? A jemi ne duke u ndikuar? Këtu është ku gjërat bëhen vërtet interesante. Në vitin 2021, një grup neuroskenstarësh nga Instituti Max Planck në Gjermani kryen një eksperiment të jashtëzakonshëm. Ata izoluan vullnetar në një bunker nëntoksor, pa asnjë sinjal të jashtëm kohe. Pa dritë dielli, pa orë, pa asnjë mënyrë për të ditur nëse ishte ditë apo natë. Dhe pastaj, ata vëzguan se çfarë do të ndodhte me ritmet e tyre biologjike. Ajo që zbuluan ishte mahnitëse. Orët biologjike të njerëzve nuk ishin të sintonizuara me 24 orë. Ato ishin të sintonizuara me rreth 24 orë e 20 minuta. Kjo do të thotë se trupi ynë, pa sinjale të jashtme, natyrisht, dëshiron një ditë pak më gjatë se 24 orë. Pse? Askush nuk e di me siguri, por disa shkencëtar kanë propozuar një teori të çmendur. Çfarë do të ndodhte nëse orët tona biologjike ende mbanin një kujtesë të një kohe kur ditët ishin më të shkurtra? Çfarë do të ndodhte nëse trupi ynë në një nivel të thellë ende po përpiqet të përshtatet me një ritëm që ka ndryshuar gjatë miliona vitesh të evolucionit? Kjo tingëllon si shkencë fantazi, por mendoni për këtë. Çdo qeliz në trupin tuaj mban një histori evolucionare që shtrihet miliarda vite prapa. Çdo mekanizëm biologjik është rezultati miliona gjeneratash përshtatjeje. Pse orët biologjike do të ishin ndryshe? Dhe këtu është diçka që duhet të na bëjë të gjithëve të ndalemi. Ndoshta ne, si specie, ende po përshtatem me ritmin e tokës. Ndoshta trupi ynë, mendja jon, vetë ndërgjegja jon, është në një proces të vazhdueshëm përshtatjeje me një planet që po ndryshon ngadalë. Por tani, le të bëjmë diçka që shkencëtarët e quajnë skenar ekstrem. Le të imagjinojmë se çfarë do të ndodhte nëse largjimi i hënës papritur do të përshpejtohej. Jo 3.8 cm në vit, por 3.8 metra ose 3.8 kilometra. Kjo nuk do të ndodhë sigurisht. Ligjet e fizikës janë të qarta, por eksperimenti mendor na ndihmon të kuptojmë se sa delikat është ekuilibri në të cilin jetojmë. Imagjinoni,
Brënda një gjenerat, hëna do të ishte dukshëm më e vogël në qiell. Baticat do të dobësoheshin në mënyrë dramatike. Oqeanet do të fillonin të lëviznin ndryshe. Rrjedhjet që transportojnë nxehtësi nga ekuatori në pole do të ndryshonin. Klima do të fillonte të destabilizohej. Por efekti më i frikshëm do të ishte në aksin e tokës. Pas stabilizimin e fortë të hënës, aksi do të fillonte të luhatet, fillimisht ngadalë, vetëm disa gradë, por me kalimin e kohës luhatja do të rritej, stinët do të bëheshin të paparashikueshme. Dimri në hemisferën veriore mund të zgjaste 6 muaj një vit dhe vetëm 3 muaj vitin tjetër. Brenda një shekulli, bujësia do të bëhej pothuajse e pamundur. Nuk do të kishte më stinë mbjellëse të parashikueshme. Temperaturat do të luhateshin në mënyrë të egër. Civilizimi, siç e njohim, do të ishte në rrezik. Por këtu është pjesa që vërtet duhet të na bëjë të mendojmë. Kjo nuk është thjesht një skenar hipotetik. Kjo është realiteti për planete pa hëna të mëdha. Kjo është arsyeja pse hëna nuk është thjesht një dritë e bukur në qiell. Ajo është mbrojtësja jon, stabilizuesja jon. Arsyeja pse ne mund të jetojmë në një planet me klimë të parashikueshme. Tani le të kthehemi në realitet. Le të kthehemi në normën aktuale të largjimit. 3.8 cm në vit. Dhe le të pyesim, çfarë do të ndodhë në të ardhmen e afërt? Jo në 1 miliard vite, por në 100, në 1000, në 10.000 vite? Përgjigja është, pothuajse asgjë që ju do ta vëreni. Në 100 vite, hëna do të jetë vetëm 3.8 metra më larg. Në 1000 vite, 38 metra. Në 10.000 vite, 380 metra. Këto janë distanca që mezi mund të maten, edhe me teknologjinë tonë më të avancuar. Por këtu është diçka që duhet të na bëjë të mendojmë. Çdo civilizim që ka ekzistuar ndonjëherë në tokë, nga sumerët te egjiptianët te romakët te ne, ka jetuar me një hënë që ishte pak më afër se tani. Çdo poet që ka shkruar për hënën, çdo artist që e ka pikturuar, çdo shkencëtar që e ka studiuar, e ka bërë këtë me një hënë që ishte pak më e madhe se ajo që pasardhësit tanë do të shohin. Dhe këtu është pyetja që duhet të na bëjë të gjithëve të ndalemi. Çfarë tjetër që e marrim si të mirëqen, po ndryshon ngadalë pothuajse në mënyrë të padukshme, por në mënyrë të pashmangshme. Dielli po bëhet më i ndritshëm. Çdo 100 milion vite, rrezatimi i tij rritet me rreth 1%. Kjo tingëllon e vogël, por efekti është kumulativ. Në 1 miliard vite, dielli do të jetë rreth 10% më i ndritshëm se tani. Dhe kjo, kombinuar me largimin e hënës, do të thotë se toka do të jetë një vend radikalisht i ndryshëm. Kontinentet po lvizin. Çdo vit, Afrika po afrohet me Evropën me disa centimetra. Në 10 milion vite, mesdheut nuk do të ekzistojnë më. Afrika dhe Evropa do të jenë një kontinent i vetëm. Dhe kjo do të ndryshojë rrjedhjet oqeanike, do të ndryshojë klimën, do të ndryshojë vetë natyrën e planetit tonë. Fusha magnetike e tokës po dobësohet. Çdo shekull ajo humbet rreth 5% të forcës së saj. Nëse kjo tendencë vazhdon, brenda disa mijë vitesh, fusha mund të bëhet aq e dobët saqë nuk do të na mbrojë më nga rrezatimi kozmik. Kjo do të kishte efekte të thella në jetën në sipërfaqe. Por këtu është e vërteta që duhet ta përballojmë. Të gjitha këto ndryshime janë pjesë e një procesi më të madh. Universi nuk është statik. Ai është dinamik, në transformim të vazhdueshëm. Dhe ne, si specie inteligjente, jemi në një pozitë unike. Ne jemi të vetmit organizma në tokë që mund të kuptojnë këtë proces. Të vetmit që mund të shohin përtej jetës son individuale, përtej species son, përtej madje edhe planetit ton. Dhe kjo na jep një përgjegjësi. Jo për të ndaluar ndryshimin, sepse kjo është e pamundur, por për ta kuptuar atë, për ta dokumentuar atë.
për të na mbrojtur nga ndryshimi. Ai thjesht është. Dhe ne, si specie inteligjente, duhet të gjejmë mënyrën tonë në këtë univers që po ndryshon vazhdimisht. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë do të thotë kjo për vetë natyrën e realitetit? Kur shikojmë hënën, ne po shikojmë një objekt që është rreth 388.000 kilometra larg. Por drita që po shohim ka udhëtuar për rreth 1 sekond e 1 cerek për të arritur te ne. Kjo do të thotë se ne nuk po shohim hënën siç është tani. Ne po shohim hënën siç ishte 1 sekond e 1 cerek më parë. Kjo mund të duket si një detaj i vogël, por mendoni për implikimin. Gjithçka që shohim në univers është e kalluara. Kur shikojmë dielin, po shohim si dukej 8 minuta më parë. Kur shikojmë yjet më të afërt, po shohim si duken vite më parë. Kur shikojmë galaktikat e largëta, po shohim si duken miliona ose miliarda vite më parë. Në një kuptim të thellë, ne nuk jetojmë në të tashmen. Ne jetojmë në një mozaik të së kaluarës, ku çdo objekt që shohim është një dritare në një moment të ndryshëm kohor. Dhe hëna, me largimin e saj të ngadalt, na kujton këtë të vërtetë. Çdo herë që e shikojmë, ajo është pak më larg se herën e fundit. Çdo herë që e matim, ajo është në një pozitë pak të ndryshme. Asgjë nuk është statike. Asgjë nuk është e përjetshme. Gjithçka po rrjedh, po transformohet, po bëhet diçka e re. Por këtu është diçka që duhet të na mbush me një ndjenjë habie, jo frike. Ky transformim nuk është kaotik. Ai nuk është i rastësishëm. Ai ndiqet nga ligje, nga parime që ne mund t'i kuptojmë. Largjimi i hënës nuk është një mister i pashpjegueshëm. Është rezultati i ligjeve të fizikës, i mekanikës orbitale, i ruajtjes së momentit këndor. Dhe kjo na jep një fuqi të jashtëzakonshme. Fuqinë për të parashikuar. Ne mund të llogarisim se ku do të jetë hëna pas 1 milioni vitesh, pas 1 miliardi vitesh, me saktësi të mahniqme. Ne mund të shohim të ardhmen jo sepse jemi magjistare, por sepse kuptojmë ligjet që qeverisin universin. Por ka një kufizim, dhe ky kufizim është thelbësor për të kuptuar natyrën e shkencës. Ne mund të parashikojmë se ku do të jetë hëna, por nuk mund të parashikojmë çdo detaj të asaj që do të ndodhë. Nuk mund të parashikojmë se si jeta do të evoluojë, se si klima do të ndryshojë në detaje, se si civilizimi ynë do të përgjigjet ndaj këtyre ndryshimeve, sepse universi nuk është një makinë thjesht e parashikueshme. Ai është një sistem kompleks, ku ndërveprime të vogla mund të kenë efekte të mëdha, ku kaosi dhe rendi bashketojnë, ku e papritura është gjithmonë e mundur. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse largjimi i hënës është kaq i rëndësishëm për të kuptuar. Ai na mëson se universi është i parashikueshëm dhe i paparashikueshëm në të njëjtën kohë. Ai na mëson se ne mund të kuptojmë parimet themelore, por detajet do të na befasojnë gjithmonë. Tani, le të bëjmë diçka që rrallë bëhet në shkencë. Le të pranojmë atë që nuk e dim, sepse për çdo fakt që kemi zbuluar rreth largjimit të hënës, ka dhjetra pyetje që ende na shqetësojnë. Nuk e dim me saktësi se si do të ndryshojë klima e tokës ndërsa hëna largohet. Kemi modele, kemi simulime, por realiteti është gjithmonë më kompleks se modelet tona. Nuk e dim se si jeta do të përshtatet. Evolucioni është i paparashikueshëm. Ai mund të marrë rrugë që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Nuk e dim se si civilizimi ynë do të përgjigjet. A do të zhvillojmë teknologji për të kompensuar për ndryshimet? A do të përshtatëm biologjikisht? A do të zhvendosemi në planete të tjerë? Dhe më e rëndësishmja, nuk e dim nëse ka civilizime të tjera në univers që po përjetojnë të njëjtin proces. A ka planete të tjera me hëna që po largohen? A ka qenie të tjera inteligjente që po shikojnë qiellin e tyre dhe po pyesin të njëjtat pyetje që ne po bëjmë? Këto janë pyetje që nuk mund të përgjigjemi tani, por fakti që mund t'i bëjmë këto pyetje, fakti që mund të kuptojmë se sa shumë nuk e dim, është vetë një lloj dije. Sepse këtu është e vërteta. Shkenca nuk është rreth të diturës së gjithçkaje. Ajo është rreth të kuptuarit se çfarë dim, se çfarë nuk dim, dhe se si mund të zbulojmë më shumë. Ajo është rreth të qenit të ndershëm me kufizimet tona,
por gjithashtu të qenit optimist për mundësitë tona. Dhe largjimi i hënës na jep të dyja, një kuptim të qartë të asaj që po ndodh dhe një kujtesë se ka ende shumë për të zbuluar. Kur shikoni hënën sonte, kujtoni, ajo është 3.8 cm më larg se ishte një vit më parë. Dhe vitin e ardhshëm do të jetë 3.8 cm më larg se tani. Ky proces ka vazhduar për miliarda vite dhe do të vazhdojë për miliarda të tjera. Por ju, në këtë moment, jeni duke jetuar në një kohë të veçantë, një kohë kur hëna është në distancën perfekte. Një kohë kur ne kemi teknologjinë për ta kuptuar këtë proces. Një kohë kur ne mund të shikojmë prapa në të kaluarën dhe përpara në të ardhmen me një qartësi që asnjë gjenerat para nesh nuk e ka pasur. Kjo është dhurata jon. Dhe përgjegjësia jon është ta përdorim atë me urtësi, me përullësi dhe me një ndjenjë habie për universin e mahnitshëm në të cilin jetojmë. Sepse në fund, largjimi i hënës nuk është vetëm një fakt shkencor. Ai është një metaforë për vetjetën. Gjithçka po ndryshon, gjithçka po transformohet dhe vetmja konstante është ndryshimi vet. Por në këtë ndryshim ka bukuri, ka kuptim, ka një histori që shtrihet nga e kaluara në të ardhmen dhe ne jemi pjesë e saj. Kur shikoni hënën sonte, mos e shikoni thjesht si një objekt në qiell. Shikojeni si një dritare në kohë, një lidhje me të kaluarën dhe të ardhmen, një kujtesë se ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është mësimi më i thellë që hëna mund të na mësojë. Se në një univers që po ndryshon vazhdimisht, e vetmja gjë që vërtet ka rëndësi është se si zgjedhim të përgjigjem ndaj atij ndryshimi. Me frikë apo me kuriozitet, me mohim apo me pranimin, me izolim apo me lidhje. Hëna po largohet, kjo është një fakt. Por mënyra se si ne zgjedhim të jetojmë me këtë fakt, mënyra se si zgjedhim ta kuptojmë atë, mënyra se si zgjedhim t'ua transmetojmë pasardhësve tan, kjo është zgjedhja jonë. Dhe në atë zgjedhje qëndron e gjithë dallimi. Por tani le të bëjmë diçka që rrallë guxojmë. Le të ndalemi dhe të pyesim jo kuote vjet, por kuote 11. Jo si funksionon largjimi i hënës, por çfarë do të thotë ai për vetë natyrën e ekzistencës. Sepse këtu është paradoksi që duhet të na bëjë të gjithëve të humbim gjumin. Hëna, objekti që na ka dhënë stabilitet për miliarda vite, që ka bërë jetën komplekse të mundur, që ka frymëzuar çdo kulturë njerëzore që ka ekzistuar ndonjëherë, po na braktis. Ngadalë, pothuajse në mënyrë të padukshme, por në mënyrë të pashmangshme. 3.8 cm çdo vit. Një distancë kaq e vogël sa që duart tuaja mund ta mbulojnë, por e shumëzuar me kohën. Kjo bëhet një largim që do të transformojë gjithçka. Dhe këtu është pyetja që filozofët kanë munduar të përgjigjen për mijëra vite. Çfarë do të thotë të ekzistosh në një univers ku asgjë nuk është e përjetshme? Le të fillojmë me një eksperiment mendor që mund t'ju befasoj. Imagjinoni se jeni një atom karboni në trupin tuaj. Ju nuk e dini, por ju keni një histori të jashtëzakonshme. Miliarda vite më parë, ju u formuat në zemrën e një ylli që po vdiste. Kur ai yll shpërtheu si supernova, ju u hodhët në hapësirë. Për miliona vite, ju lundruat në errësirën kozmike. Pastaj, rreth 4.6 miliard vite më parë, ju u bët pjesë e një reje gazi që po kolapsonte për të formuar sistemin ton diellor. Ndoshta fillimisht ishit pjesë e diellit, ndoshta ishit në tokën e hershme, ndoshta madje ishit në Theia, planetin që u përplas me tokën dhe krijoi hënën. Dhe pastaj, në një moment të caktuar, ju u bët pjesë e një molekule organike. Ndoshta në një oqean të hershëm, ndoshta në një qelizë të parë. Dhe nga atje, ju keni kaluar nëpër miliarda organizma. Ju keni qenë pjesë e baktereve, e algave, e peshqve, e dinozaurve, e gjitarve. Dhe tani, në këtë moment, ju jeni pjesë e një qenie njerëzore që po dëgjon këto fjalë. Por kjo nuk është fundi i historisë suaj. Pas disa vitesh, trupi që ju strehon tani do të vdes dhe ju do të liroheni përsëri. Ndoshta do të bëheni pjesë e tokës,
ndoshta do të thitheni nga një pemë, ndoshta do të lundroni në oqean, dhe cikli do të vazhdoj për miliona, miliarda vite, derisa dielli të bëhet një gjigant i kuq dhe të gëlltis tokën duke ju çliruar përsëri në hapësirë. Tani pyesni veten, në këtë histori të gjatë, kush jeni ju? A jeni atomi? A jeni organizmi që atomi përbën për një moment? A jeni modeli, konfigurimi i përkohshëm që krijon ndërgjegjen? Kjo nuk është vetëm një pyetje filozofike. Kjo është pyetja thelbësore që largjimi i hënës na detyron ta përbalojmë. Në një univers ku gjithçka po transformohet vazhdimisht, ku asgjë nuk mbetet e njëjtë, çfarë do të thotë të jesh ju? Filozofi grek Herakliti tha 2500 vite më parë. Nuk mund të hysh 2 herë në të njëjtin lum, sepse lumi po ndryshon vazhdimisht. Uji që preket herën e parë tashmë ka rrjedhur tutje. Por këtu është pjesa që Herakliti nuk e tha. Ju gjithashtu po ndryshoni. Çdo 7 deri në 10 vite, pothuajse çdo atom në trupin tuaj zvendçohet. Ju nuk jeni i njëjti person që ishit 10 vite më parë, jo vetëm psikologjikisht, por fizikisht. Ju jeni një model që po rikrijohet vazhdimisht. Dhe hëna është e njëjta. Ajo është po ajo mas shkëmbinsh që u formua 4.5 miliard vite më parë. Por edhe ajo po transformohet. Jo në përbërjen e saj, por në marrëdhënien e saj me ne. Çdo vit ajo është pak më larg. Çdo vit ndikimi i saj në ne është pak më i dobët. Çdo vit ajo bëhet pak më shumë e huaj, pak më pak pjesë e sistemit ton. Dhe këtu është paradoksi që duhet na bëjt mendojmë. A është hëna duke na braktisur, apo ne po e lëshojmë atë? Sepse largjimi nuk po shkaktohet nga hëna. Ai po shkaktohet nga toka, nga rrotullimi ynë, nga baticat tona, nga energjia që ne po transferojmë. Në një kuptim të thellë, ne po e shtyjmë hënën larg. Kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Çfarë tjetër po shtyjmë larg pa e kuptuar? Çfarë tjetër po transformojmë thjesht duke ekzistuar? Çdo frymëmarrje që merrni po ndryshon atmosferën. Çdo hap që hidhni po ndryshon tokën. Çdo mendim që mendoni po ndryshon strukturën e trurit tuaj. Ju nuk jeni një vëzhgues pasiv i universit. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në transformimin e tij. Dhe kjo na çon në një realizim që duhet të na mbush me një ndjenjë përgjegjësie të thellë. Ne nuk jemi të ndarë nga universi. Ne jemi universi që po bëhet i vetëdijshëm për veten. Çdo herë që shikoni hënën, kjo nuk është thjesht një qenie njerëzore që shikon një objekt të largët. Kjo është universi që shikon veten, që kërkon të kuptojë veten, që habi për vetë ekzistencën e tij. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim çfarë nuk e dim. Çfarë qëndron përtej kufive të njohurive tona? Fillojmë me një pranimin të ndershëm. Ne nuk e dim pse ekziston universi. Ne mund të përshkruajmë se si funksionon, mund të matim largimin e hënës me saktësi milimetrike, mund të parashikojmë se çfarë do të ndodhë në 1 miliard vite. Por pyetja themelore, pse ka diçka në vend të asgjëje, mbetet pa përgjigje. Ne nuk e dim çfarë është koha në të vërtetë. A është një dimension si hapësira? A është një iluzion i krijuar nga ndërgjegja jonë? A mund të rrjedhë në drejtimin e kundërt? Fizika na tregon se ligjet themelore të natyrës janë simetrike në kohë, që do të thotë se ato funksionojnë njësoj mirë përpara ose prapa, por ne përjetojmë kohën vetëm në një drejtim. Pse? Ne nuk e dim çfarë është ndërgjegja. Si mund një grumbull atomesh, duke ndjekur ligje të thjeshta fizike, të krijojë përvojën subjektive të qenit ju? Si mund materia të bëhet e vetëdijshme? Ky është ai që filozofët e quajnë problemi i vështirë i ndërgjegjes, dhe ne nuk jemi më afër zgjidhjes sot se sa ishim 100 vjet më parë. Ne nuk e dim nëse jemi vetëm në univers. Statistikisht, duket pothuajse e pamundur që të jemi. Ka rreth 200 miliard trilion yje në universin e vëzhgueshëm. Shumica e tyre kanë planete. Disa nga ato planete duhet të jenë në zonën e banueshme. Disa duhet të kenë ujë. Disa duhet të kenë jetë. Por ne nuk kemi gjetur asnjë provë, asnjë sinjal, asnjë shenjë. Jemi vetëm në një univers të pafund, apo thjesht nuk po shikojmë në vendin e duhur? Dhe këtu është diçka që duhet të na bëjë të ndalemi.
Ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta vetë akti i pyetjes, i kërkimit, i habitjes është ajo që na bën njerëzor. Sepse këtu është e vërteta, çdo përgjigje që gjejmë ngre 10 pyetje të reja. Kur zbuluam se hëna po largohet, kjo nuk e mbylli misterin, ajo e hapi atë. Tani duam të dim pse, si, çfarë do të thotë kjo. Dhe çdo përgjigje na çon më thellë në labirintin e pyetjeve. Por ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta universi nuk është një enigmë që duhet zgjidhur, por një mister që duhet përjetuar. Ndoshta qëllimi nuk është të dim gjithçka, por të vazhdojmë të pyesim, të vazhdojmë të kërkojmë, të vazhdojmë të habitemi. Tani le të kthehemi në atë që e dim. Le të kthehemi në hënën, në largimin e saj 3.8 cm çdo vit, në transformimin e ngadaltë të planetit ton. Dhe le të bëjmë diçka që rrallë bëjmë. Le të vlerësojmë këtë moment të përsosur në historinë kozmike. Sepse mendoni për këtë. Për miliarda vite para nesh, hëna ishte shumë afër. Eklipset totale diellore nuk ekzistonin në formën që i njohim, sepse hëna ishte shumë e madhe dhe mbulonte shumë më tepër se dielli. Për miliarda vite pas nesh, hëna do të jetë shumë larg. Eklipset totale nuk do të jenë më të mundura, sepse hëna do të jetë shumë e vogël për ta mbuduar dielin plotësisht. Por tani, në këtë moment, në këtë epokë të shkurtër kozmike, hëna është në distancën perfekte. Kur ajo kalon para dielit, ajo e mbulon atë pothuajse perfekt, duke zbuduar koronën e dielit në një spektakël që ka mahnitur çdo qenie njerëzore që e ka parë. Kjo nuk është një përputhje e rastësishme. Kjo është një dhuratë e kohës, një moment i veçantë në një histori që shtrihet miliarda vite. Dhe ne kemi fatin e jashtëzakonshëm për të jetuar në këtë moment. Por ka diçka edhe më të thellë. Ne nuk jemi vetëm duke jetuar në këtë moment. Ne jemi gjithashtu të parët që e kuptojnë atë. Të parët që mund të matim largimin e hënës. Të parët që mund të parashikojmë se çfarë do të ndodhë. Të parët që mund të shikojmë prapa në të kaluarën dhe përpara në të ardhmen me një qartësi që asnjë gjenerat para nesh nuk e ka pasur. Kjo na jep një përgjegjësi të jashtëzakonshme, sepse ne nuk jemi vetëm dëshmitar të këtij transformimi. Ne jemi kronistët e tij. Ne jemi ata që do t'ua transmetojmë këtë njohuri pasardhësve tan. Dhe këtu është pyetja që duhet të na bëjë të gjithëve të mendojmë. Çfarë do t'u themi atyre? Çfarë mësimi do të transmetojmë? Ndoshta do t'u themi se asgjë nuk është e përjetshme. Se madje edhe hëna që duket kaq e qëndrueshme, kaq e palvishme, po ndryshon. Se universi është në transformim të vazhdueshëm dhe ne duhet të mësojmë të jetojmë me këtë të vërtetë. Ndoshta do t'u themi se ndryshimi nuk është diçka për t'u friksuar, se ai është pjesë e natyrës së ekzistencës, se pa ndryshim nuk do të kishte jetë, nuk do të kishte evolucion, nuk do të kishte ne. Ndoshta do t'u themi se ne jemi të lidhur me gjithçka, se çdo atom në trupin ton ka një histori që shtrihet miliarda vite, se ne nuk jemi të ndarë nga yjet, nga hëna, nga universi. Ne jemi pjesë e tij. Por më e rëndësishmja, ndoshta do t'u themi se pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet, se akti i kërkimit, i habitjes, i pyetjes është ajo që na bën njerëzor. Se madje edhe kur nuk e dim përgjigjen, vetë pyetja ka vlerë. Tani le të bëjmë diçka që rrallë guzojmë. Le të pranojmë se kjo histori nuk ka një fund të lumtur. Hëna do të vazhdojë të largohet, ditët do të vazhdojnë të zgjaten, baticat do të vazhdojnë të dobësohen. Dhe një ditë në një të ardhme kaq të largët sa që mendja njerëzore mezi mund ta konceptojë, toka do të jetë një vend radikalisht i ndryshëm. Por këtu është e vërteta që duhet të na mbush me një ndjenjë paqeje, jo trishtimi. Kjo është natyra e ekzistencës. Gjithçka po transformohet, gjithçka po bëhet diçka e re. Dhe në këtë transformim ka bukuri. Sepse mendoni për këtë, pa largimin e hënës, pa ngadalësimin e tokës, ne nuk do të ishim këtu. Procesi që po ndryshon planetin ton është i njëjti proces që e ka bërë atë të banueshëm. Pa batica që po ngadalsojnë tokën, planeti ynë ende do të rrotullohej me shpejtësi të tmeshme. Pa stabilizimin e hënës, aksi ynë do të luhatet në mënyrë kaotike.
Pa këtë transformim të ngadalt, jeta komplekse ndoshta nuk do të kishte evoluar kur. Pra, largjimi i hënës nuk është një tragjedi. Ai është pjesë e procesit që na ka dhënë jetën. Dhe nëse e pranojmë këtë, nëse e kuptojmë këtë, atëherë ndoshta mund të shikojmë transformimin jo me frikë, por me mirënjohje. Le të mbyllim me një imazh. Imagjinoni se jeni duke qëndruar në një plazh të shkret në mesnat. Hëna e plot po ngrihet mbi oqean. Drita e saj argjendë po ndriçon ujin, duke krijuar një rrugë që duket se shkon drejt pafundësisë. Baticat janë të larta. Uji po tërhiqet me forcë nga bregu. Dhe ndërsa qëndroni atje, ju e dini diçka që asnjë gjenerat para jush nuk e ka ditur. Se hëna që po shikoni është 3.8 cm më larg se ishte një vit më parë. Se dita që sapo përfundoi ishte pak më e gjatë se dita një shekull më parë. Se baticat që po dëgjoni janë pak më të dobta se ishin 1 milion vite më parë. Por ju gjithashtu e dini diçka tjetër. Se ky moment i përsosur, kur hëna është në distancën e duhur, kur baticat janë në forcën e duhur, kur ditët janë në gjatësinë e duhur, është një dhuratë. Një dhuratë e kohës, e historisë, e proceseve kozmike që kanë punuar për miliarda vite për të krijuar këtë ekuilibër delikat. Dhe ndërsa qëndroni atje, duke parë hënën, ndoshta për një moment ju e kuptoni. Ju nuk jeni duke parë thjesht një objekt në qell. Ju jeni duke parë një pasqyrë të vetes. Sepse ju, si hëna, jeni produkt i kësaj historie të gjatë kozmike. Ju, si hëna, jeni në transformim të vazhdueshëm. Ju, si hëna, jeni pjesë e një vallëzimi që ka filluar para miliardash vitesh dhe do të vazhdoj për miliarda të tjera. Dhe në atë moment, ndoshta pyetja nuk është më quote 16, por quote 17. Ndoshta përgjigjja është e thjeshtë. Do të thotë të jesh i gjallë. Do të thotë të jesh i vetëdijshëm. Do të thotë të jesh pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jote. Sepse në fund, largjimi i hënës na mëson një mësim të thjeshtë por të thellë. Asgjë nuk është e përjetshme, por pikërisht kjo e bën çdo moment të çmuar. Gjithçka po ndryshon, por pikërisht kjo e bën ekzistencën të bukur. Ne jemi të përkohshëm, por pikërisht kjo na jep kuptim. Kur shikoni hënën sonte, mos e shikoni me trishtim sepse po largohet. Shikojeni me mirënjohje sepse është këtu. Shikojeni me habi sepse e kuptoni. Shikojeni me dashuri sepse është pjesë e historisë suaj, e historisë së jetës, e historisë së universit. Sepse në një univers që po transformohet vazhdimisht, ku asgjë nuk mbetet e njëjtë, ka një bukuri të thellë në vetë transformimin. Ka një kuptim në vetë ndryshimin. Ka një paqe në pranimin, se ne jemi pjesë e një procesi që na tejkallon, por që gjithashtu na përfshin. Hëna po largohet 3.8 cm çdo vit. Dhe kjo është në rregull, sepse kjo është natyra e ekzistencës. Kjo është vallëzimi kozmik në të cilin të gjithë jemi pjesëmarrës. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është e vërteta më e thellë që mund të mësojmë, se në një univers që po ndryshon vazhdimisht, e vetmja gjë që vërtet ka rëndësi është se si zgjedhim të përjetojmë atë ndryshim. Me frikë apo me kuriozitet? Me mohim apo me pranimin? Me izolim apo me lidhje? Zgjidhni urtësinë, zgjidhni habitjen, zgjidhni dashurinë, sepse hëna po largohet, por ajo ende është këtu. Dhe ne, për një moment të shkurtër kozmik, kemi privilegjin e jashtëzakonshëm për ta parë atë, për ta kuptuar atë, për t'u habitur nga ajo. Dhe kjo, në fund, është gjithçka që mund të kërkojmë.